ajo ishte ajo dora e ngrohtë që nuk të lëshon edhe në momentin kur ti e kupton që do i marrësh vendin, do bësh mamë për vete. Edhe ç'pata mi. Unë kështu emocionohemi për mamat, sidomos kur e kupton dhe ndjen se çfarë hesh ajo, Po çfarë nuk e kam ka kuptuar heshur. kur jam bërë mamë, vlerën e mamit. Këtë gjë nuk e kuptoj. Jo, nuk e kam kuptuar atëherë. Unë vdisja për babin e vogël. E kam pas idhull. Po pastaj me rritjen kuptova rolin që kishte mami në familje. Ka tjetër botë, ka tjetër ajo energjia që tham. Dhe duke u rritur, kuptova që unë dua të bëhem si mami. Të dashura mama, dhe jo vetëm, sot kam një super mami në studio, është Olta Boka, faleminderit që je sot në studion e mam, ne kemi kohë që flasim, Po, me njëra tjetrën, kemi kohë që flasim, sepse unë doja shumë që ta kisha Oltën e në mam, e di që shumë pak ka folur për temën e mëmësis, edhe pse flet gjithë kohës në faqen e saj të Instagramit. Kam folur pak? Po, aty po, por në televizion, e kështu në për intervistat i ke qenë shumë e rezervuar. Por, ama, duket se i ke shijuar shumë dy bebat e tua, apo jo? Po, ndoshta edhe përpara se të mbesësh shtatzan, Olta ishte diçka që e kishit planifikuar bashkë me të dashurin e jetës. Dashurin e zemrës. Me thënë vërtetën, unë besoj do ta kem thënë edhe herë të tjera, sepse është një gjë që ka fjet me mua prej shumë kohësh. Unë që në moshën 22 vjeçare e kam ndier veten shumë gati për të qenë mamë. Nuk e di. Po çfarë të ndodhi ty në atë moment? Po ishte si një lloj instikti. Gjithmonë kam pas një marrëdhënie shumë të mirë me fëmijët. Vdisja, domethënë ti të kaloja kohë me ta, të shpenzoja kohë, ti bëja për vete, ti orientoja sipas mënyrës time dhe e çuditshme. Domethënë mua më ecte fjala me fëmijët. Fëmijët ndjeshin shumë rehat me mua dhe ndonjëherë më dukej sikur bësha babysitter i kështu me shumë qef. E kuptoni? Shoqet e mia apo njerëzit e afërm që kishin fëmijë e shfrytzonin atë moment për relaksimin e tyre. Por ajo që normalisht unë nuk do t'i jepja zë dhe nuk do imponohesha në marrëdhënie për thënë që shiko se mua më ka ardhur momenti, e lash të ndodhte të vinte kur të ishte shkruar për të ardhur, sepse gjërat më të mira vinë atëherë kur duhet vinë, jo atëherë kur do ti të vinë. Edhe mua gjithmonë më ka ndjekur kjo, edhe pse i dua gjërat, mundohem të bëj më të mirën, po nuk e marr me zor, nuk e kërkoj, sepse më duket shumë e imponuar, më duket shumë jo për mua në atë moment që do. A beson të energjia ti Olta? Shumë. Edhe ndoshta nga që kishe filluar t'ja fusje këtë energji vetes. Mund të ketë një manifestim i hershëm. Një manifestim, po. Patjetër, unë them nga një anë, është që erdhi në këtë moment se nuk do kisha gajan për shembull. Nuk do njihja Brelin se do ishin fëmijë të tjerë. Po që besoj shumë te frekuencat, te vibrimet, tek energjia, te ajo që kërkon të marrësh në jetë edhe te ajo që meriton të marrësh në jetë. Unë veten mama e kam parë që 10 vjeç, tash se larg shova që 10 vjeç, po mami një vajze, kam ndëruar gjithmonë për e doja patjetër të parin vajzë, ndoshta duke marrë edhe shembull nga marrëdhënia që kam me vllajin, edhe nga ajo çfarë mësohesh ndoshta në shtëpi, edhe përgjegjësia që merr një vajzë para, mund t'i japi një rrugë shumë më të butë, shumë më të shtruar mashkullit kur vjen mbrapa, nëse vjen djali nga mbrapa. E rrit pak më me një përgjegjësi edhe për kujdesje për motrën, por jo si të themi superioritet apo një lloj që vjen natyrshëm ndonjëherë për vllai i madh. Edhe mbi të gjitha në shoqëri pak sa patriarkale që automatikisht ti do ta marrësh, do ta veshësh atë. Ndërsa kur është motra përpara, e vesh vllajin me një empati ndoshta pak më të madhe. Unë këtë e kam menduar 10 vjeç, mund të ketë ardhur thjesht, jo kaq shumë thellë menduar, po thjesht nga dëshira ime për ta parë që edhe fëmijët e mi të kishin këtë lloj marrëdhënie. Edhe ka qenë ashtu siç e doja. Marrëdhënia juaj në familje ka qenë
një sukses, duke parë suksesin në marrëdhënien në familjen tuaj, pra ka qenë gjë e bukur, një gjë e mirë. Dhe pse jo mos të kishe të njëjtën gjë dhe të njëjtën rrjedhë edhe në jetën tënde. Po 10 vjeç duket herët të kesh një projektim. Shumë e çuditshme. Unë kam dashur gjithmonë këto që unë i kam thotë, i kam menduar 10 vjeç. Nuk kam menduar kurrë për një karrierë. Dhe them tani më që e pata karrierën, që në moshë të hershme që 16 vjeç, edhe deri 28 sa unë u bëra mami, ishin rreth 12 vite pa pushim, që unë mora njoha Oltën në aspektin profesional, po jo vetëm, edhe në atë aspektin e marrëdhënieve me njerëzit, në një moment dhe në një fazë ku ke një shkëlqim të caktuar, pastaj një veten si mund ta mbash të shkëlqim ose sa mund të ndikoj ky shkëlqim pa prishur të gjitha ato bagazhet që ti ke marrë në fëmijëri. Edhe momenti që erdhën fëmijët, pastaj erdhën atëherë kur unë isha gati, atëherë kur e ndjeva veten realisht më saktë, kur më bëri jeta gati. E kuptoj. Pra, ti kur morë vesh po prisje Gajën, ishte surprizë për ty apo jo? Jo, nuk ka qenë surprizë. Ka qenë shumë e dëshiruar, ne sapo kishim nisur bashkëtesën, prej shumë vitesh tashmë kishim 8 vite që domethënë që jetonim jo në bashkëtesë, por që jetonim njëri tjetrin. E jetonim dashurinë dhe në momentin që erdhi Gaja, nuk kishim nevojë ta sprovonin dhe ta testonin veten dhe në bashkëtesë. Kishim mendoj që kishim arritur ta njihnim mjaftueshëm njëri tjetrin për ta marrë këtë si hap dhe të paktën deri tani ka rezultuar që kemi bërë zgjedhjen e duhur. Si kujton atë moment kur morë vesh ishe shëtzan? Vetes shëtzania ka qenë? Komplet tjetërsim. U vesha, u mora më erdhi tjetër energji, kuptova veten që isha e superfuqishme, nuk e kisha kuptuar ndonjëherë që femra, gruaja, vetëm gruaja mund ta ketë superfuqi. Edhe nuk e besoj nëse gjinia tjetër mund ta realisht ta kuptoj se çfarë do të thotë të mbash e të japësh jetë një krijesë të re. Dhe aty realisht kuptova që është superfuqi. Dhe e shijova, mbasi edhe kisha lodhur në gjithë pjesën e karrierës, vrap këtej, vrap andej, shkolla, profesioni nga ana tjetër, në aspektin juridik, muzika që kërkonte impenjimet e veta. Dhe më erdhi pikërisht për të thënë, Olta, stop. U ezaurove mjaftueshëm. Dhe ishte ajo këmbana e qetësisë, jo alarmit për mua. Ishte qetësia për të thënë, shiko, tani ti duhet ta shijosh, sepse pra në këto 9 muaj me Gajën, në pritje të ëmbël, ti hoqe dorë nga gjërat që po bëje në atë moment? Po. Të gjitha që në shtatzënie? Po. Vërtet? Është shumë e çuditshme, ndoshta sepse mezi e kisha pritur, ku diun. Jo sepse tani më unë duhet isha princesha mbi bizele tashmë dhe duhet kisha këtë kujdesin, por jo. Thjesht e shijova, thjesht më erdhi pa e vërar mendjen për gjërat e tjera. Ishte faza, ishim puqur të gjitha faktorët, ndoshta kushtet e nevojshme që unë ta shijoj. Pastaj shiko, ndodhi pandemia, unë kam lindur Gajën ka qenë edhe periudhë të tillë, 2020, në korrik të 2020-s, 15 korrik, një vit para te. Fiks. Si të djem, 15 korrik. 15 korrik, si të duket ty 15 korrik? E bukur. Edhe unë kështu e lash me 15 korrikon, po ti e ke bërë naturalisht me ta. Jo, me cesarian. Me cesarian, po të programuar pra, të gjitha. Ndodhi diçka shumë e lezetshme. Po para se të kaloj te ajo, dua të them që kam shijuar se edhe pandemia, kur ndërkohë të gjithë njerëzit ishin absolutisht me streset e tyre, me vrudhin që ju ndal dhe ishte një shok për të gjithë, por ne erdhi si një Në fakt ka qenë bekim i madh, po, dhuratë e madhe sepse mund të ndjej depresionin, pastaj ja kaloi 1 muaj, 2 muaj po si t'ja bëj, duke qenë një vajzë që kanë pasur karrierën në plan të parë normalisht, bota ndaloi. Ti ndalon, të thua pikërisht. Bota ndaloi aty kur duhej. Për mua po. Dhe unë nuk e vuajta këtë pjesën që shikoj se dhe unë s'po bëj asgjë, sepse në atë moment
Të gjithë po Të bënin gjithë ishin asgjë. paralizuar. Dhe them unë po e bëj një gjë, po rris një fëmijë. Por ka qenë një shtatzanie e sikletshme apo i ka qenë Vetëm plot? një muaj mbaj Një mend, muaj, një aha. muaj mbaj mend që nga muaji i dytë në të tretin filluan këto siklete të Përzjera. përzierat, po, dhe asgjë problematike. Pastaj për të dytën flasim. Se gjëra Ëndra ke pasur gjatë shtatzanis? ëndra Se thonë që shikon ëndra shumë sikur jeton ato ëndra. i shija, por më dukej sikur shija Gajan, po nuk ishte ajo. Okej. Domethënë mendoj që mund të ishin lojërat të trurit që më përfytyronin një fëmijë, po nuk ishte Gaja. Kur e pash nuk ishte ajo që kisha parë në përëndra. Mund të ishin ndoshta e pandërgjeshme ime që kishte parë fëmijë rreth e rrotull dhe kërkonte që t'i ngjante atyre imazheve që kishte parë. Po kur erdhi Gaja, pastaj erdhi kështu, si shigjet, puf. E shpoj depërtoj edhe mami u kthye në një mamë posesive. Ashtu, Po. Vërtet? Kam E kishe qenë. menduar që do t'ishe kështu? Unë në natyrë nuk jam as pak realisht nuk jam as pak posesive. Pse u mendove, Olta? Unë mendova se them ndonjëherë mund të jem kritike, edhe ndoshta Okej. mund ta marrin njerëzit të kriticizmin si ndonjë posesivitet për të imponuar atë mendimin, por jo. E pranoj lehtësisht çdo lloj gjykimi apo çdo lloj alternative, por ndoshta ishin ato pasigurit, ndoshta ishte që nuk i besoja askujt përveç vetes. Unë madje mund të them që me Gajan kam qenë aq e sigurt dhe nuk e dija nga vinte siguria, ndërsa sot tani me fëmijën e dytë unë duket sikur s'di nga Vërtet? lidhet gomari. Po me Brelin jam bërë më e çuditshme. dobët, jam bërë më e ndjeshme. Ndonjëherë thonë që kur vjen i dytë dhe i treti sikur i qetësohesh edhe thua hajt se rriten vet, po me ty s'pas ka Por ndodhur. shumë gjëra logjistike, menaxheriale, kështu gjëra organizimi, pa diskutim që eksperienca do bëjt veten. Po. Po kur vjen puna te ndjesit, ajo që ndjen ti vërtet, Okej. një temperaturë e Brelit mua tani nuk e di pse po më Të shastis fare, ë? më pret qikrat. Me Gajan më është situatën në kontroll, s'ka asnjë gjë, temperatura është një reagim shumë i mirë i trupit dhe nuk kisha Duhet, frikë, kisha aha. shumë të më dhe i kisha gjërat shumë në kontroll se sa që kam tani. Jo se nuk i kam, se Po kuptohet. pse u planifikua lindja me Gaja? U planifikuar për disa shkaqe shëndetësore që pretendonim të ndodhnin dhe shumë mirë kemi bërë që i kemi planifikuar, por ndodhi që unë isha në luftë shumë të madhe që s'doja ta planifikoja, më shumë për atë ditën, orën, kur i takon për të ardhur. Po. E kishim Orën planifikuar në biologjike, 7 të po. mëngjesit dhe mua në orën 3 më plasin ujërat. Dhe situata ndodhi më e përshpejtuar. Kështu që Gaja nuk lindi atëherë kur duhet kishim planifikuar ne dhe kjo ishte një qetësi për mua. Thash o drejt. zot shqyr, faleminderit. Ishte shenjë e mirë. Faleminderit që më bëre që fëmia të vi atëherë kur duhet të vi. Që edhe trupit kishte marrë sinjalet e veta, t'ishte përgatitur, t'ishte gati. Po ti nuk e përjetuar dhimbje. Kam përjetuar, le të themi, po mami thotë që duke qenë se është edhe pjesë e fushës, mami është mami. Është mami. Pra ti ke një tjetër qasje edhe nga këta anë, sepse kupton edhe më tepër, flisni edhe më tepër, ndoshta edhe për Po, pa eksperiencat e diskutim, saj. po se janë bërë 35 Ajo vite nuk tash ishte me mami. frikë për shembull për ty që ti të mos të kaloje këto dhimbjet e Dhimbje. lindjes, se ka mami që janë mami që thonë që nuk dua të kalosh. E kursejnë vajzën, po, pa diskutim. Ajo kishte një merak shumë të madh, ai meraku i saj do të ndodhte për shkak të parashikimeve që bëm, por e kapëm si me thënë në kohë. Por nuk tash ajo se jep veten me Orinda. Nuk e jep veten edhe jam e bindur që ajo nuk do donte që unë t'i provoja, se thonë që gocat nuk duhet i thonë as mamit që të mos ndjeni edhe më shumë dhimbje, po. Por që mami im kështu në duke është një ajo shumë e butë, ajo është i ballokumemi, po nuk e jep veten. Nuk e jep realisht veten edhe por në sallë ishte me ty? Ishte, ajo ishte garancia ime e madhe, pavarësisht të gjithë besimit të mjekëve që i kam pasur në sallë, në të dyja lindjet. Blenard nona je njish. Po,
Ajo ishte ajo dora e ngrohtë që nuk të lëshon edhe në momentin kur ti e kupton që do i marrësh vendin. Do bësh mamë për vete. Edhe ç'pata mi. Po u kështu emocionohemi për mamat, sidomos kur e kupton dhe ndjen se çfarë hesh ajo, Po çfarë nuk e kam kuptuar kur jam bërë mamë, vlerën e mamit. Këtë gjë nuk e kuptuar? Jo, nuk e kam kuptuar atëherë. Unë vdisja për babin e vogël. E kam pas idhull. Po pastaj me rritjen kuptova rolin që kishte mami në familje. Kuptova realisht sakrificën që bënte ajo si grua për të na rritur, edhe pse unë jam rritur mes gjithë të mirave, po në natyrën e mamit shumë sakrifikuese, shumë dhënëse, dhe patjetër është dhënë edhe si më thën reflektohet edhe te unë dhe te Stivi, vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë si mami, absolutisht dhe babi, po mami ka tjetër botë, ka tjetër ajo energjia që tham. Dhe duke u rritur, kuptova që unë dua të bëhem si mami. Edhe pse e vogël kisha dëshiruar prej vitesh të bëhesha si babi. Dhe dua të bëhem dhe uroj dhe shpresoj të jem, janë të shprehje klishe, të bëhem sa gjysma jote, gjysma shumë, është realisht shumë, për atë që bën ajo unë se bëj sot për fëmijët e mi, edhe pse për njerëzit jam një mama e përkushtuar. Edhe kështu më Jorinda se ajo ka qenë aty krau. Ajo ka qenë, po. Ishte aty si për... Por bashorti yt nuk ishte në sallë. Besoj sepse ka qenë kohë pandemie dhe nuk lejoi aso kohë. Edhe mami me 700.000 perspective. Megjithatë ka qenë pjesë e stafit apo ti e bërë në spital privat? Unë kam qenë në spital privat. Okej. Ishte një zgjedhje komplet më shumë jo vetëm sigurie, për shkak të kohës që ishim. Okej. Kuptohet që nuk do doja të vija absolutisht askënd në pozita në një institucion ku unë jam rritur dhe nuk do doja absolutisht as të krijoja trajtime diferenciale. Okej. Dhe për këtë arsye zgjodha që asnjëri të mos vija në pozitë. E dija që aty do isha e trajtuar si për vajzat e tyre, të gjithë stafi mjekësor, sepse jam rritur me kolegët e mamit. Dhe zgjodhen që ishte zgjedhje personale që ishte pikërisht edhe për këtë arsye, qoftë edhe për aspektin e sigurisë në atë kohë, sepse unë vërtet mund të mos kisha njerëz që mund të më vizitonin për shkak të gjithë protokolleve të sigurisë në asaj periudhe, por sidoqoftë mua s'do më mungonin vizitat, se do më vinin gjithë stafi. Dhe realisht ka qenë një nga arsyet që nuk do doja të vija askënd në pozitë në atë periudhë dhe edhe siguria jon nga ana tjetër. Dhe zgjodhem një... Te kur përfundove, pra erdhi në jetë Gaja, si proceduan më pas? Filluan me qepjen, pastaj ti dhe gji përpara, do të thënë si në momentin që lindi, i dhash gji, kuptoj që gjiri me Gajen ka ardhur le të them 24 orë, po jo 24 orë tamam më mbrapa, e ndryshe ka ardhur me Brelin, djali ka ardhur në momentin me njerë. Edhe ndonjëherë mendoj që edhe kjo mbi prodhimi që patin ato periudha na futi në një siklet tjetër, me refluksin dhe me problematikat të tjera që i patëm 4-5 muajt e parë, po. Të sikletshme. Po, ishim pak sikletshme, por harrohen, çdo gjë harrohet, edhe e ke parasysh shqyr halal që situata u përmirësua dhe flasim në kushte të tjera sot. Por qëndruat në spital për sa qëndruam rreth 2 net e 3 ditë, po, për arsye protokolli edhe të shtuar, kuptohet, për të pasur çdo gjë edhe të monitoruar. Si ka qenë rikthimi në shtëpi? Ai ka qenë kështu që në momentin e parë që futesh në makinë, ti nuk ke më ai njeriu që e lë nga mbrapa. Kujdes frenën, kujdes në moment ti tjetërsohesh si njerëz. Tashmë nuk ke bagazh, ti ke jetën tënde. Tashmë ti ule nga pas. Pa diskutim. Pa diskutim dhe në vazhdoj të ulem nga pas. Po tani e në mes? Po, 5 vite. 5 vite. Po, nëse bukur është me shofer, me kështu, është nice, është lezetshëm. Dhe mbërritet në shtëpi, kush të priste në shtëpi? Apo ishit tullumbace me prisnin me prisnin në shtëpi, se normalisht ne të gjithë që erdhën për të më pritur ishin aty me mua, si për të më dhënë
atë mirë se erdhe për të më dhënë suportin e statusit të ri tashmë. Po që më surprizoi Ivi me dekorimin e shtëpisë, me ca tullumbace të bukura. Më shumë për të rizjuar atë, për t'i bërë qefin gocës. Goca e porsalin. E kuptonte. E kupton, po. Edhe po ti dhomën ja kishe bërë gocës apo jo? Prit njerë se kam trunja 3 herë të dhomën. Vërtet? Po, se njerë u projektua për miq. Okej. Po. Pasi tani nuk i dinë, planet e Zotit nuk e dinë sa shpejt do vini. Kështu që pastaj u ndryshua, jo, deri në ato moment, po me sa mbaj mend, ka fjetur mami tek dhoma e miqve, domethënë. Pastaj ajo u ndryshua, por u ndryshua le të themi 1 vit e gjysmë pasi kishte lindur Gaja. Pra ka qenë në dhomën tënde gjatë kësaj kohe. Gaja vazhdon të jetë akoma në dhomën time. Okej. O çune. Tash më 2. Po, ne kemi thënë babit, "Shi sa dhome bukur e për ty e bëm." Okej. Po, miqt, dhoma miqve është e babit tani. Jo, tani u bë dhomë kalamash, nga dhoma fëmijëve, i themi babit, "Zgjoj pak Peter Panin e brendshëm këtu." Edhe zgjon babit çonat fle me Wendin, me Që është okej. Po, edhe është më rahat. Shiko, gjatë 3 vite e gjysmë, ne fjetëm të 3 bashkë në dhomë, në dhomën tonë, matrimoniale. Gaja ishte në mes. Një uragani vërtet, që flem pingull, si t'ja doj qefi Gajës. Kjo është po prap një zgjedhje ime, e cila mund të më ketë kushtuar gjumin, por për një mama e cila nuk i duhet të zgjohet e freskët nesër, në punë apo për gjëra të ritmit të jetës, ka qenë një zgjedhje për të qenë unë afër. Pra, për t'i shmangur ca ankthe, terrori natës dhe disa gjëra që mua më kanë rezultuar të mira. Sepse jam aty, ajo e ndjen, flen më i qenë. Po këtë gjë ti e bëre jo për veten tënde le të themi, sepse ndihesh e lodhur, sepse në momentin që do e kishe në një dhomë tjetër, ose do e kishe në veçantë, edhe në një krevat tjetër, qoftë do kisha ata anktin dhe pas e do thoje që po prit tani u lodha, s'po fleja, s'po mirë që ngrihen për t'i dhënë qumësh, po ndërkohë edhe atë një orë që po e bëj, s'po e bëj tamam. Unë e kam provuar të çoj. E kam provuar. Ka fjet një herë, 2-3 herë me Ivin atje. Po. Nuk kam vënë gjumë sy, sepse nuk e përballon dot ti, pra. A mendon pra kjo që është diçka që e kanë prindrit apo do të thënë pa diskutim, unë mendoj që janë një miksim faktorësh. Është fëmia që ndjen shumë nga energjia e prindit, është fëmia që ka nevoja specifike, sepse unë kam 2 fëmijë sot dhe të 2 kanë nevoja të ndryshme. Unë me Gajan kemi pasur po të njëjtën rutinë si kemi me Brelin, dhe Breli është shumë më i mbar, Gaja vazhdon të jetë njësoj nomade gjumi. Do me thënë është fëmia, mendoj, kam arritur tashmë në këtë konkluzion që pavarësisht se ti mund të krijosh rutina të caktuara, Breli është orë me zile. Edhe nëse mund t'ja shtysh, mund të ndodhi në një gjë që e shtyn, e ka shumë herë më pak sfiduese sa që ka Gaja, se që vazhdon të ketë Gaja gjumin. Në fakt se po flet për pjesën edhe të e shtynin çik gjumin, ndoshta edhe për t'u zgjuar një çik më vonë në mëngjes. Personalisht mua kjo nuk më ka rezultuar suksesshëm, sa më vonë ta vej aq më keq është për mua, më zgjohet më shpejt. Unë sot zgjohem edhe shkatrohet e gjithë dita. Pa diskutim, po them, mua nuk më është dashur ta kem atë si domosdoshmëri, sepse s'kam fjetur gjithsesi asnjëherë gjatë ditës. Po. Realisht asnjëherë gjatë ditës, po thjesht nuk më duhet të jap llogari dikujt apo të jem e freskët që të vazhdoj të punoj. Kështu që do të thënë është ka qenë një zgjedhje për të mirën e palëve në këtë rast, dhe më shumë të bebit, ë. Ja, fajnë kalata, jo mami im që po flisnim, që vetë sakrifikohet, edhe kjo trashëgohet. Kjo trashëgohet pa diskutim. Pa diskutim. Po jo, është zgjedhje, realisht është zgjedhje. Lexove ti gjatë asaj kohe që ishe shtatzane për këtë gjëra, se si çfarë do të ndiqe, rutinën që do të ndiqe, a kishe le të themi një lloj manuali se
si do të procedoje me bebin tënd? Me Apo Gajen- ja le instiktit? Me Gajen, mund të them që isha shumë gati përpara se të ngelja shtatzan. Kisha lexuar, isha rrethuar me mikesha të mia, të cilat ishin bërë nëna përpara meje. Edhe shtatzanin nuk e ngarkova shumë veten. Do të thënë thash, e di si, bebi duhet ndjej energjinë tënde, ti nuk ke pse shqetësohesh edhe të futesh në qosë kake që mund të jenë edhe hipotetike, mund edhe të mos të ndodhen asnjëherë. Kështu që ngadal merr informacionet që të duhet, filtro, sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme të filtrosh informacionin në një botë e cila ecën me ritme dhe zgjidh atë që të përshtatet ty, sepse në fundit çdo njëra për nesh ka përgjigjen brenda, është instikti që nuk të gabon. Është ajo që ti ndjen sepse vjen pikërisht sepse ti e njeh fëmijën tënd. Askush, unë do të vi dhe do t'i them, më kanë ecur këto metoda, po mund të mos jenë as pak të nevojshme për fëmijën tënd, me nevoja kërkesa të tjera vetëm qenia jote mund të ta japi atë përgjigje. Dhe unë i besova kësaj, i besova instiktit, por në momentin që linda, kuptohet që e kam mbajtur veten të përditësuar. Pra, atë që të duket ty e përshtatshme. Edhe jam munduar Ke tentuar me trajnimin? Kam tentuar, kam tentuar ta bëj. Dhe e kam parë që s'na ka rezultuar, sepse ndoshta mund mos kem qenë gati, sepse ishte Gaja që sa e vija në karrocë, sa e vija që mbasi mund të kemi, kishte zënë gjumin e të gjitha ato metodat, mënyrat, të paktën fillimisht, para se ta lije vetëm në krevat. Jo, ishte pamundur. Sot Breli, që ka fjetur 4 muaj e gjysmë këtu, unë në një jastik këtej, në një jastik tjetër, dhe kam fjetur diagonal në krevat. Pra, një fëmijë 4 muajsh, që vetëm këtu ka fjetë, për shkak të refluksit, sa nuk e vija dot as në krevat s'bëj fjalë, po në një jastik le themi, po që t'jetë pjerët. Të montuar, si themi. Dhe e vija në karrocë, unë kisha frikë, thash në doli karroca jashtë përdorimit. Se krevati, mirë, se kisha qallin. Po, ai fle. Ka qenë lehtë me Gajen gjithënia? Nisi pak më sfiduese, kuptohet, se është eksperiencë e re, po, ti vetë nuk e di si fëmia, po Gaja ma bëri të lehtë. Kur bëj krahasime tashmë me Brelin edhe me Gajen, më bëri vërtet shumë të lehtë, sepse pozicionimi ishte shumë i mirë, gjiri erdhi, me formulë më është dashur ta ushqej shumë pak rreth 2 javëve të para të jetës, dhe mora vendimin, edhe pse nuk i kisha familjarët shumë pro këtij vendimi, mora guximin dhe thash, shiko, unë nuk mund të jepsha një vak në ditë ose ku e di unë, një gjë që më shumë, si më thënë, qetësonte mendjen tonë, është ngopur gota dhe me këtë gjë. Dhe nga ai moment e tutje, vendosi që mos t'i jepja më. Vendosa të mos i jepja më formul, po. Dhe i kam dhënë për 2 vjet e 2 muaj, 1 muaj, 2 muaj, gji. Dhe aty unë u bëra një luftëtare vërtet e qumshit i gjirit, sepse çfarë dëgjohet, çfarë nuk thuhet, po nuk gabon, zoti. Nuk gabon në ushqimin e jetës së re. Në krijimin e kësaj filize. Nuk ka se si të gaboj për të mos i dhënë gjërat që i duhen vërtet, për të si thuhet, për të lulëzuar, një fëmijë. Për ta mbrojtur. Për ta paketuar nga sistemi imunitare, për komfortin, në aspektin emocional, në shumë aspekte. Pra e ke ekonomik, praktik, e ke aty komfort për çfarëdo lloj gjëje, e ke edhe tithër, e ke edhe kështu për dhëmbën. Plus 1. Po që është i mrekullueshëm, është i pazëvendësueshëm. Po kërkonte shpesh, pra kishe një orar të caktuar? Nuk kam pasur asnjëherë manin që ta monitoroj me orare. E kam kuptuar lehtësisht kur qante për të ndruar, kur qante për si idhim të barku. Ka pasur shumë pak episode me kolikat Gaja.
kur donte të pinte, ishte atë instiktin e kam pas, ku di unë, atë i kam pas alert. Ndryshe me Brelin që e kisha shumë më të vështirë tani, ta kuptoja se çfarë donte. Mendon që janë dy dhe ti i alert për të dy njëkohësisht dhe normalisht për të pasur edhe një lloj balance mes njëri tjetrit. Mund të jetë absolutisht dhe kjo që mendja mund mos jetë e fokusuar 100%. Edhe bën ato lojrat e veta, por mund të bëj edhe lodhje të veten. Dhe me qënë se ke qenë vetëm me gajën ato ditët e para rritjen njëkohësisht, kalimin nga qumshi në solit, pastaj që ti vazhdove, ti kishe të dyja njëkohësisht. Çfarë emocioni ishte për herë të parë. Vërtet kishe frikë. Frikë nuk kam pas. E çuditshme, me gajën s'kam pas frikë fare në asnjë etapë. Dhe cilën metodë zgjodhe ti për ushqyerjen? Kam zgjedhur ti miksoj të dyja. Okej. Si bolevën, si dhe puren. Dhe nuk kam pasur as pak frikë me dhënien në dorë të copave, sepse kisha shumë besim në procesin natyral që çdo fëmijë ka të tij dhe reflekset si geg që mund ta hedhi absolutisht, po duhet ta njohi. Pra që ta bëj duhet ta provoj. Dhe kam qenë absolutisht aty në survejim edhe në çdo situatë që ndroja aty i qetë, mundohesha të isha i qetë, pavarësisht se njerëzit që kisha përreth nuk më lenin të isha i qetë. Se po, ishte problem. Çfarë përqente më shumë Gaja? Gaja ka ngrënë të gjitha. Deri në 1 vjeç, e gjysëm, pastaj vetëm dëshironte që t'ishte në gjithkohës. Domethënë bënte 2-3 lugë, mami cica. Si e more ti këtë? Vendimin për ta shkëputur apo jo, si e more ti këtë le të themi reagim të Gajës që edhe hante 2 lugë edhe kërkonte sërish këtë energji. E ka marrë çdo gjë lehtësisht. E para sepse për mua nevojat e fëmijës janë primare. Pavarësisht se çfarë mund të mendoj unë. E dyta, çfarë më lehtësonte ishte që s'do e pinte që tjetër gjirin. Dhe në qoftë ajo atë do kishte nevojë, unë prirem që ti besoj që gjuhës së trupit, nevojave të trupit, atë që ti vërtet mund mos e artikulosh, po trupi e di shumë më mirë se çfarë ka nevojë për ty. Nuk ishte kështu, le të them, nuk ishte kaluar në fiksim, por ishte komforti, si një fëmijë shumë i ndjeshëm, si një fëmijë që sot e kësaj dite, që ne në korrik bëjmë 5 vjeç, ajo vazhdon të ketë këtë marrëdhënie dhe këtë lidhje shumë të domosdoshme me mua. Nuk mund të them varësie, kurse si, se ashtu i bie që do ishim gjithë të varur nga mama tona. Por pra nevoja është Gaja goca mamet akoma? Është akoma goca mamet. Ndërsa Breli ka absolutisht që ka e pa diskutueshme, ai tashmë bën 1 vjeç, po për mamin nuk kuptoj që mamin se zëvendëson dot njëri, por është më i pavarur, është më ka një ajër pavarësie. Fëmijëve të dytë, kjo përgjithsisht. Mundet, po. Pse vendose ti ta çoje në kopësh 2 vjeç e 2 muaj? Se ndonjëherë thonë që është mirë ta çosh pas 3 vjeç, 2 vjeç e kam çuar, po 2 muaj fiks sa që ke çuar ti, po ndonjëherë thonë që është më mirë të kaloj sa më gjatë kohë në shtëpi, pra le të themi 3 vjeç dhe pastaj dhe kjo ndikon për mirë. Po prap janë alternativa që jepen nga eksperienca të ndryshme, ashtu si kundër japim edhe ne alternativën tonë. Pa diskutim, po. Pse e mendove si momentin e dur? U bë sepse e pash që edhe Gaja kishte nevojë të socializojë. Jo se ajo nuk ishte një fëmijë që nuk socializoi në të gjitha hapësirat ku unë e çoja. Fal Zotit, jam rrethuar nga shumë njerëz me shumë miq, me fëmijë, me fisin tim të madh me fëmijë, edhe unë këtë kisha shumë të rëndësishme që ajo të bashkëvepronte me bashkëmoshatarët e vet. Edhe pse në familjen tonë të vogël dhe të madhe, po atë bërthamën, si më thën, nuk ishte fëmia i parë. Dhe e kisha shumë të rëndësishme që ajo të zhvillohej edhe të merrte atë çfarë duhej edhe nga të ngjashmit e vet. Dhe e pash që mund të përshtatej. A ndryshoi Gaja? Ndryshoi, nuk mund të them që ishte e thjeshtë, nuk ka qenë shumë e thjeshtë,
Por filloj të përshtatej. Në çdo s'kishte ditë, nuk ka ditë, vazhdon të mos ketë ditë, që ne nuk flasim për si ndihet, çfarë e bën të ndihet keq, çfarë i ka prishur ditën, çfarë ja ka ndreq, domethënë ta kuptoj që edhe në qoftë se unë s'jam fizikisht me të, do jem, t'i jap këshillat e mia për gjatë ditës, t'i jap vetbesimin që ajo vërtet ka nevojë në këtë fazë të jetës. Por mendoj që ishte edhe shumë e rëndësishme edhe për mua, sepse isha futur me kokë. Edhe kisha nevojë dhe unë pak të merja frym, me thënë vërtetën. Pra ishte një vendim që na shërbeu të dyjave. Sot Gaja shkon me qef në kopësht. Pavarësisht të problematikave të vogla që ne mund të hasim në përditshmëri, gjëra të ndryshme si për çdo. Por ka rezultuar që ajo kënaqet, që kalon një kohë të mirë. A e sjell Gaja kopshtin në shtëpi? Po. E sjell, ë? Po. E ka sjell që kur ka shkuar. Një nga arsyet shumë mirë që ma risollen mendje. Një nga arsyet pse zgjodha ta çoja në atë moshë ishte sepse Gaja mua më fliste, më komunikonte. Orta, ke pasur ti episode me Gajën që godiste? Po, sot e kësaj dite ndodh që e bën. Si e ke zgjedhur këtë gjë? Sepse edhe unë kam pasur një periudhë dhe u shqetësova sepse ne nuk ishim njëri që, godiste jo, po as nuk shifte në ekran, për shembull që të kishte presion, apo nuk ishte njerëz, fëmijë të tjerë, sepse ishte kjo ndodhi përpara kopshtit. Pa. Dhe mua kjo më shqetësoi, thash nga i erdhi kjo, një ditë të bukur u çua dhe goditi. Ka pasur dhe kur shkul flokët, pra do të shpreh emocionet në doj që të godasi dhe të lëndoj veten. Në ato periudha, kur ka qenë le të themi një gjysmë, jo një gjysmë, 2, pavarësisht ne tamë të filluam shumë herë, një gjysmë, po. Edhe nuk e di, ndoshta janë gocat që janë shumë emotive, shumë të ndjeshme. Edhe kam pasur një durim empirik, kam pasur një durim të frikshëm që mu zgjashin episodet edhe 45 minuta. Dhe kam qenë aty. Kur Gaja kërkon të kishte shpërtimet e veta, thoshte, mos televizorën, fillon të dhe kapej me çfarë do lloj veprimi. Dhe besoj që është ndodh. Përgjithshme, besoj që ndodh. Ka qenë, do të ka që s'kan goditur kur, ka fëmijë që s'kan goditur kur, për shembull, sepse unë njoh dhe mama që thonë, imi asnjëherë, domethënë, në të kash. Motra ime ka fëmijët e vet që s'kan goditur asnjëherë, domethënë të paktën 2 prej tyre. Prandaj ti fillon dhe bën këtë krahasim me ndonjëherë. Unë jam kurioze tani për të ditur çfarë do bëj Breli, kam përshtypjen që ky do godasë të tjerët, nuk do godasë vetë. Po, kjo ndodh përgjithsisht që godasin të tjerët. Jo, kjo nuk i godet të tjerët, Gaja jo, asnjëherë. Kur është vajza më shëmbullore në kopë. Perfekt. Domethënë, si të gjithë shoqet e veta, por të gjithë këtë e sjell në shtëpi. Pra, presionin edhe gjithë frustrimin, le të themi. Është në shtëpi. Ndihet rehat, ndihet e kuptuar, nxjerr të gjithë lodhin e ditës. Në fundit kur zhvishemi në shtëpi, shkojmë dhe kemi kaluar një ditë të vrullshme dhe që ju gjithmonë ka pëlqyer. Ti më the pak më parë që me Gaja nuk bëre posesive. Sa të zgjati kjo kohë? Po, në vitin e parë, po njerë. Po, sa që mendoja që i thoja edhe mami tim që në qoftë se tu të vish ta shohësh Gajën, shife se i kem besë. Po ta lë se kam nevojë për babysitter, si me thënë, të më vishet më ndihmosh, i bëj gjitha gjërat vetë, s'kam probleme fare. Po më dogji. Domethënë, e ke parasysh kur da orohesh. Edhe pastaj nga një gjysmë fillova të jepsha kërkoje ndihmë. Po, pa diskutim që nuk ka asnjë lloj problemi të kërkosh ndihmë. Jo, shumë mirë, më mirë është po. Ti duhet ta kalosh këtë si fazë për ta kuptuar se ne sot dëgjojmë këshilla, kujdesuni për veten, jepini mundësi vetes tuaj të jepni për po vetë duhet ta kuptoj. Ti duhet ta kuptosh vetë, duhet ta kalosh njëherë, duhet digjesh, pa të frysh edhe kosit, se ndryshe edhe në këtë situatë sot flasim në kushte me Brelin më të qeta. Mundohem t'i dedikoj, pavarësisht se tashmë është bërë dhe më e vështirë për shkak menaxheriale, pra për çështje menaxheriale, menaxhimit të gjërave. Prap mundohem që një mask fytyrës time, me atë gjën që më ka pas pëlqyer mua para 5 vjetëve, t'ja bëj.
Do ta gjej sepse nuk funksionon dot njeriu, po su karikua, po nuk I dha vetes vet. Po duhet të ndodhi atëherë kur duhet, jo kur thon tjerë që kujdesu I çiko se bë. Okej, të kanë thënë Gjorta? Po. Ka rastisur që të kanë thënë që Olta, më kaq rënd me fëmijët. Është momenti të merresh edhe pak me vete. E kanë thënë, nuk është se unë tani po vjen ndonjë kështu llampë magjike për të thënë kur ka qenë momenti, më kanë thënë, unë se kam marrë shumë në konsiderat Se ke marrë shumë për zemër. Për sa kohë njeriu zgjedh gjërat që në momente të caktuara ta përmbushin, ka nevojë. Unë kisha nevojë për Gajan, më shumë se sa që kishte Gaja nevojë për mua. Kisha, mua Gaja më tetërsoi. Edhe ishte si ajo varka e shpëtimit që nëse unë vuaja në mendjen time për gjëra koti, harxhoja emocionet e mia për gjëra që vërtet s'kishin rëndësi, unë tani më kisha ku ta adresoja, ku ta drejtoja. Dhe më ka ardhur si ajo që vërtet kisha nevojë. Nuk është se unë po bëja diçka më shumë se sa të tjerët, apo po bëja atë detyrën time brenda asaj që kishte nevojë vetja ime në atë kohë. E përmbush më shumë një marrëdhënie në çift, ardha e një fëmije? Të them pa diskutim që po, është nuk e marr fare në konsiderat se është dhurata dhe është bekimi më I madh I Zotit. Duhet ruajtur balanca, sepse për mua fëmia në momente të caktuara, të paktën me atë çfarë unë kam përjetuar me Ivin në vitet përpara se të vinte Gaja, jam kënaqur, kam shijuar pafund atë marrëdhënie. Dhe gjërat u pren me thik në momentin kur erdhi Gaja. Dhe ndoshta ndodhi kjo situatë që ta kuptoja që fëmia ndonjëherë është edhe I treti në mes. Për të ruajtur ti, nuk e ruan dot njësoj kohën që I keni dedikuar njëri tjetrit, sepse tashmë përkushtimi nga të dyja palët është pa diskutim dhe Ivi ka bërë dhe përpiqet të bëjë më të mirën e tij përsa I lejojnë dhe kushtet dhe puna dhe shumë gjërat të tij në aspektin e karrierës vet. Pra është një baba I përkushtuar për aq sa mund t'ia lejoj dhe atij koha, por që nuk mund të pretendoj që fëmia nuk të tjetërson marrëdhënien, pa diskutim. Që është përmbushje, është pa diskutueshme. Po që mua më ka marrë malli të udhtoj vetëm me Ivin, më ka marrë malli. Realisht. Ai ka qenë Ivi vazhdon të jetë dhe sot e kësaj dite që e mendoj o Zot kur do vi dita që mund të dal, se unë tani normalisht nuk do udhtoj. Do udhtoj edhe me kalamajt, po unë po them vetëm me ai është partneri im, shoku im më I mirë I udhëtimeve. Ne na ka rastisur që të shkojmë me miq, me shok, shpesh. Po si kënaqem vetëm për vetëm me Ivin, nuk është njësoj. Edhe me ziprez, domethënë njësoj. Njëtaj që po e di që situata shpresoj dash Zoti të vijë. Ardha e Brel, pra lajmi për ardhjen e tij, si ka qenë për ty? U përgatitët dhe për të apo ishte surprizë? Ka qenë kështu, e pa besueshme që erdhi. Erdhi? Ka shpejt erdhi? Si erdhi? Ka ardhur me shumë emocione, edhe për faktin se kunata ime, motra Ivit, kishte një muaj që na kishte lajmëruar që ishte 7 zanë. Ne ishim fiks në ato dëshirat tona që kishim planifikuar, që 3 vjet e gjysëm të kishim edhe një fëmijë tjetër. Pra, Gaja ishte 3 vjeç, sa kishte bërë 3 vjeç, edhe si më thën 3 vjeç e 9 muaj do ishte Gaja që do linim. Dhe na kishte ardhur shumë mirë me planet tona, po nga ana tjetër thoja, si nuk ndodhi që ajo ta shijonte e vetme. T'ishte e vetme si fëmia I parë që po I vinte dhe ta kishte të gjithë vëmendjen për veten. Por ndodhi që ishte kaq e bukur edhe për ne të dyja, sepse pata një shoqe si ajo si unë për të ndarë gjithë rrugtimin. Kësaj here nuk u ndjeva as unë vetëm dhe s'besoj se edhe Livia t'jetë ndjer vetëm, sepse qam hallet patëm njëra tjetrën për të na dëgjuar dhe për të na kuptuar.
Sa shumë e rëndësishme. Vërtet ti ke njerëzit aty që të ndihmojnë, që vinë aty për çfarë do lloj gjëje që ke nevojë, po një mama, një vajzë që po kalon të njëjtën periudhë si ti, e di se ne i kemi 3 javë, pra Sol bën 26, me 26 mars 1 vjeç, Breli me 20 prill bën 1 vjeç. Dhe ishte e keni shijuar pra me njëra tjetrën. Po, kemi bërë dhe foto, një sesion fotografik. Sa ndryshe ishte Brel në shtatzani, kur erdhi në jetë, me gjithënjen, me gjumin, sa ndryshe ishte nga Gaja? 100% ndryshe, komplet ndryshe. Duke fillu që nga shtatzania. Shtatzania ka qenë më sfiduese, Pse? më problematike, në aspektin shëndetësor, le të themi. Çfarë kishte më Po shumë? të përzierët kanë zgjatur deri në muajin. Kanë zgjatur shumë. Në qoftë se unë nuk do kisha 9 muaj, gjë në stomak, nuk e di çfarë do nxirja. Domethënë duhet ta haja që të mos ndjeja ndjesinë e të përzierave, po. Pata probleme me veshkën e zmadhuar, albumina, në muaj fundit ka qenë me pothuajse regjim. Shtrati çdo fundjavë duhet merresha patjetër një magnez intravenoz që sepse gjithmonë pretendohej që kishte filluar aktiviteti. Dhe ndërkohë u mundova të mos e strapacoja vete, mos të sforcohesha për t'i dhënë sa më shumë kohë, që të ishte gati, që të të bënte ditët e veta, le të themi. Pikërisht, kjo ishte fjalia. Dhe që nga momenti që lindi pastaj e kuptova që ditët e parë, që në maternitet e kam kuptuar që diçka nuk shkonte me të. Që te gromësi, pra ta kam thënë kur u takuam bashkë, unë aty realisht kuptova se çfarë do të thotë si njerëzit e marrin të mirëqen një gromësim, një gogësim, sepse ajo ne ishim gjithë natën në kërkim të asaj nxjerrit të gazit, të ajrit, që Breli se nuk e nxirrte dot, nuk e nxirrte, dhe duke mos nxjerr gogësimën, ti ishe me merak dhe refluksi, krijoi refluksi të gjitha nxirrte pastaj, nxirrte të plotësisht çfarë kishte pirë, kërkonte pastaj të pinte sërish, gjiri kalonte në mbi prodhim, disa herë u bën gjëndra. Vërtet? Po, ishte shumë, të paktën deri 4-5 muajt e para me Brelin kanë qenë sfilica. Nuk po të numëroj bluza, rroba të lara nga kokat e këmba e vete, e imja, domethënë e djalit, po. Refluksi na e vështirësoi pak. Edhe atë marrëdhënien me njëri tjetrin, që me Gajen rria i këndoja, i bëja po, ndërsa ky harkohej, ishte gjithmonë në siklet, netet ishin të gjata, së mbaronin, zgjimet ishin të shpeshta. Dhe sot habitem që kemi arritur në një normalitet që se kam as me Gajen. Ndoshta sepse kishim menduar që hajse me të dytin do ishin më të thjeshta gjërat, po jo, gjithë secili vjen për thënë që shiko, ky është vendi im. Dhe ti duhet më japësh mua vendin që më takon, vëmendjen që më takon. Dhe nëse ti ke menduar në mendjen tënde se gjërat i ke më të thjeshta, se tani ja more dorën me një fëmijë që të ka stërvitur, nuk është ashtu. Nuk është ashtu se unë kam marrë me misionin tim. Dhe realisht, se gjithmonë bënin xhiro dhe thoshme, po të mos i kishte Breli këtë, kush e di sa rehat do ishim. Po jo, pra nuk do jesh asnjë rehat, sepse çdo tranzicion të para përgatit për atë për të cilën ti duhet të kesh fuqi ta përballosh. Dhe ato netet pa gjumë të Gajës kanë vesh me ekuipazhin e dur që ta përballoje dhe këtë gjë me Brelin. Por keni pasur momente të vështira, për shembull, qoftë ndonjë viroz që ka qenë fort ose ka qenë të gjitha. Me Gajen të thash që deri 1 vjeç nuk është smur. Po, Breli mund të ketë kaluar nga 12 viroza deri tani, po. Prej Gajës, nga që ka qenë. Prej Gajës, pa diskutim, patjetër, sepse ajo ishte mbartja që e vinte e sillte dhe Breli që 2 javësh
ka kaluar virozën e parë, pastaj na u desh të prenim perin e gjuhës për shkak të mbivendosjes së gjirit, sepse edhe mos pozicionimi i mirë i gjuhës na çonte në mbi prodhim, në gjitha këto problemet me refluksin. Si ja vëre me perin? Si ka bërë ndërhyrje që pa bërë 40 ditësh. Pra unë deri 10 ditë këtë gjë. Ishte e tmerrshme. E tmerrshme kur mendoj se çfarë kalojnë në atë të tjera në ato pavione. Ishte kjo e tmerrshme. Domethënë të mendosh, unë shkova për gjën më minimaliste që mbaronte brenda 20 minutave. Dhe pjesa tjetër ishte më shumë protokoll për të qëndruar. Ndërsa shihje raste dhe lutet e mia, falenderimet e mia që unë po shkoj për një gjë të tillë, nëse është një sfidë të mjaftueshme e kalueshme, ishte o Zot falenderit, sepse përballesh me raste nga më të ndryshmet. Po kjo ishte... A i kaloi shpejt ajo? Kuptohet që donte një mirëmbajtje, ushtrime specifike dhe sepse nuk zgjidhet vetëm me prerjen e gjuhës, ajo kuptohet që lejon gjuhën në televizit dhe të vendoset siç duhet në gji, por ti duhet vazhdosh të bësh punë të caktuara me lëvizjen e gjuhës, po. Dhe mendoj që kjo na ka ndihmuar absolutisht shumë për të normalizuar, për të pasur një marrëdhënie më normale me gjirin, sepse Breli kishte dashuri urrëtie, kishte nevojën, i duaj. Po këtë nga ana tjetër nuk dinte ta përballonte, sepse dhe gjiri nuk vinte me sasinë që kërkonte. Po, që në moment. Por më tepër, vinte, por vinte më shumë se ç'duhet dhe fëmijët në fazën e porsalindjes ndonjëherë mund edhe të thithim për të mësuar më shumë procesin, se sa për të njohur kapacitet, për të kuptuar se sa vërtet mban stomaku i tyre, që është shumë i vogël në ato ditë. Si e ke zgjidhur këtë gjë, pjesën e edhe le të themi të medikamenteve? Çfarë ndjek ti? Me Gajan dhe vazhdoj njësoj dhe me Brelin, kam zgjedhur homeopatike, pra mjekësit alternative, po nuk janë alternative, se më vjen gjuna që quhen alternative, përsa këto janë mjekësia që neve na ofron natyra. Unë kam qenë gjithmonë kështu. Prej vitesh të tëra, vite vetë, ndiqem nga mjek naturopat dhe kam qasje komplet tjetër në raport me medikamentet. Unë vonë kam kuptuar që vuaj nga endometrioza, një arsye tjetër e cila më shastisi kur kuptova vonë. Pra le të themi ishte mungesë informacioni, sepse unë kisha të gjitha simptomat, sepse edhe endometrioza është një pra po flitet vonë, shumë vonë. Dhe prandaj edhe zbulimi duhet jetë i hershëm logjikisht edhe nga nënat Pikërisht, po flas edhe në aspektin e informacionit mjekësor që nuk i kanë dhënë zë shumë, edhe nëse mund ta kenë ditur, nuk i kanë dhënë zë. Pra e kanë parë si diçka tejet normale. Dhe kam kuptuar që unë pas kam qenë me shumë fat që që ke mbetur shtatzan, pikërisht. Sepse për mua të gjithë çdo muaj cikli ka qenë totalisht sfidë më vete, problematik që sot e kësaj dite kur e kujtoj dhe shpresoj që tani të më ketë ndryshuar, sepse mua shumë vonë më erdhin me Brelin cikli, mund të them një muaj ka qenë kare cikli, por është strapacim dhe që të nisem prapa aty ku po doja të dilja. Nuk kam përdorur kur një medikament, pra nuk kam përdorur kur, si të them, merr ti një brend të caktuar, një ilaç të caktuar për qetësimin e dhimbjeve që bish rehat. Nuk e kam bërë kur, kam zgjedhur gjithmonë, më mirë pi një çaj kamomili, merr një borsë ngrohtë, përpiqu që të gjesh veten në format, sepse nuk çfarë do bëja unë, çdo muaj do shkatroja pra për mua, edhe mbi ngarkimi, shqyr fal Zotit që janë, sepse duhen në momente të caktuara të jetës që janë shpëtuese, pra jetë shpëtuese, por nuk mund ta gjesh aty ti zgjidhje me një herë. Prandaj them që është gjuna që kjo quhet mjekësi alternative, kur në të vërtet ajo duhet të jetë ajo bazika që çdo njeri prej nesh duhet të ketë një informim bazë për të njohur çfarë të bën mirë.
Pra ti gjëja që konsumon. Gjëja aktualisht, edhe me fëmijët ndjek po të njëjtën gjë. Për shembull si me paracetamolin edhe me këto ibuprofenin, i kam përdorur, por në rastet kur e kam parë unë të arsyeshme për të përdorur. Pra them lavdi zotit që janë. Sepse nuk mund të bëj dot ekstremisten. S'kam pse ta bëj ekstremisten, se mu theq balanca përpiqu që të bësh çdo gjë tënde me balancë. Jam munduar tashmang dhe mbas përdorimit të paracetamolit apo ibuprofenit, kam zgjedhur që fëmijëve të mi t'i bëj banjë, pra dush detoksifikus, me kripra, me mhiku. Çfarë do të thënë kripra? Kripra minerale, pra sikur kripën e trashë të detit. Pra e bën zezë që bëjmë tushi për shembull, e hedh në vask, mund të shkri pak magnez, mund të shkri pak argjil, se nuk po më vinte fjala për argjilën, në formë pluri, e gjen në çdo nga këto dyqanet bimore, pa diskutim që po, dhe sodën e bukës. Mund të përdorësh sodën e bukës, pra nuk janë të shtrenjta, nuk janë as pak të paksesueshme. Këto mund të hedhësh në vask, mund të hedhësh në vask, kjo është një lloj detoksi për trupin. Për të tjerave, gaz zgjedh që në mëngjes t'i jap një lugë vaj ulliri me pak limon, është shumë e mirë për mëlçin, pra se mëlçia është ajo për cilën ne duhet kemi shumë rëndësi dhe shumë kujdes, përsa kohë ajo është filtri. Është ajo që bën gjithë detoksifikimin e toksinave të trupit, dhe ne jemi të rrethuar nga komplet toksina në përditshmërinë tonë. Kështu që gjëra të vogla, për shembull kastraveci është super i rëndësishëm nëse ti e ha për të ndihmuar se nuk po them tani unë lakër kale apo një gjë që ne kemi të komplet në dietën tonë, në buxhet. Dhe gjithmonë jam munduar që ta bëj në këtë formë. Mund të bësh pastaj edhe banjën me tërshër dhe lavandër, që e ke po prap vërdall. Pra thua ti mund të jetë shtrenjtë tërshëra, po mund të marrësh. Këto ndihmojnë trupin, po thua që të detoksifikohet nga elementë të ndryshëm të rrethanor, pra që ne kemi. Paktën sipas informacioneve të mia dhe çfarë kam ndjekur unë me fëmijët, mua më ka rezultuar pozitive. Dhe kur flasim për pjesën e detoksit, një nga gjërat është edhe pjesa e vaksinës, edhe si ka qenë për ty ky hap? Të thash më përpara që unë ndiqem prej shumë vitesh me një mjek naturopat. Me Gajan ndodhi që mjeku ka qenë edhe pandemi dhe nuk kemi pasur mundësi të kemi kontaktet gjithkohës, po me Brelin e çova vazhdimisht për t'i bërë kontrollet e duhura, ato që kisha nevojë unë. Breli u vaksinua deri 2 muajsh, bëri të lindjes dhe 2 mujorshit, patjetër u sigurova që mëlçia funksiononte në parametrat e duhur. Dhe ishte shumë okay. Pra, ishte në gjendje për të detoksifikuar edhe nëse pra me merakët e prindërve dhe me merakun tim si mama, nëse vaksina do të kishte diçka jo të mirë. Dhe mbas kur erdhi radha për vaksinën e 4 mujorshit, mëlçia e Brelit kishte kaluar në nën funksion të shkallës së dytë. Që do të thotë pasi u bë vaksina, po, dhe unë e shtyva deri në momentin kur djali të vinte në parametrat e duhur, pra mëlçia të rikthej. Mendon që ka qenë pranë ndikimi i vaksinës në këtë pikë? Unë realisht nuk di të them, sepse nga 2 deri në 4 nuk i kam ndryshuar absolutisht asnjë lloj po se qumësht në gjirit ka pas në fund fare, po. Dieta ime ushqimore absolutisht ka qenë njësoj, mos të them që nuk kam marrë as bulmet, sepse thuaj që dhe bulmeti mund të ndikonte në refluksin e fëmijës, pra gjithë jam munduar të haj sa më pastër tjeta mundshëm. Dhe tjeta mundur dhe nuk dua të marr pankarta dhe të them që kjo e ja shkaktoi, por unë u gjenda përballë këtij fakti. Dhe në momentin kur erdhi, pra 4 muajsh nuk ja bëra, ja shtyva për këtë arsye, ndodhi që mbasi Breli do të fillonte të merrte veten, ishin virozat që na e bën të pamundur të riprovonim për vaksinat, dhëmbët gjithashtu, dhe situata është që unë sot nuk e kam bërë akoma vaksinat, por i mendoj që të ja bëj ato që
tani Breli futet në protokollin e fëmijëve me vaksina të shtyra. Por do të zgjedh forma që ndoshta intoksikimin, nuk e di nëse është, mund mos e them intoksikim, por shpimi i kaq shumë vaksinave, sepse le të themi janë shtuar vaksinat, mund të ishte mbi ngarkesë. Janë shtuar, po. Kështu që ti do zgjedhësh ato që janë të qëndësishme, po thua? Për organizmin. Po për shembull Rotarixin në këtë fazë që jemi, e cila ka efektivitetin deri 8 muaj të parë, 10 muaj të parë të jetës, pra në vitin e parë të jetës së fëmijës, nuk është më i nevojshëm. Po, kështu që ai do të bëj ato që janë vërtet të domosdoshme. Pra nuk dje fiksuar që për çdo vaksinë që kanë në protokoll le të themi fëmia. Neve jemi përballë fakteve që në këtë periudhë të caktuar u tha që është përhapur shumë meningjiti. Por ne nuk e kemi në protokoll. U tha që lia e dhenve, varicellin, nuk kemi gjithashtu në protokoll. Është me dëshirë, si meningjiti ja bën vetë, e ble vetë. Pikërisht, po ama thuhet që këto sëmundje mund të kenë pasoja të rënda, ama vaksinat nuk janë në protokoll. Ndërkohë kemi fruthin. Fruthin aktualisht po bën namin. Po, pa diskutim, por është pak një kakofoni, është pak një problematike madhe që edhe në marrjen e vendimit të prindërve i shkakton pak konfuzion. Dhe unë vetë jam konfuze, sepse një shtet bën një lloj protokolli, një shtet bën një protokoll tjetër, dhe këtu ti nuk mund të arrish do të kuptosh cilat vërtet janë ato të qëndësishmet. Por, si mama do përpiqem të bëj balancën time midis asaj që unë besoj, midis asaj, pra kontrolli im për mëlçin është puna që më takon mua si mama. E kuptoj. Por nuk mund të marr dot përgjegjësi më të mëdha se sa mjekët, por unë do përpiqem të bëj më të mirën për fëmijën tim brenda gjërave që kam në dorë. Që unë do ta vaksinoj Brelin me gjërat më të qëndësishme pa diskutim që do ta bëj. Sepse në shumicën e rasteve janë fatale, janë fatale në fund në momentin që nuk e bën. Por jam aty për ta mbështetur trupin e tij, për t'ia bërë ndoshta më të thjesht proceset detoksifikuese, se për mua këto janë shumë të rëndësishme. Ndihma e prindërve, gjyshërve. E çmuar. Super e çmuar. E para sepse e shoh që pa ta, unë bëra gjas me stoiken vitin e parë, me Gajan, që tash merri e shijojnë se është mbesa juaj. Po jo. Tani sikur vetëm një pjatë supë të vinë dhe të ta sjellin, sikur vetëm një gjysmëmorësh të merren dhe të t'japin ty atë qetësinë. Po, që të merresh me veten. Është komplet e çmuar dhe nga ana tjetër ti thua, është me gjyshin e vet. Ti ke bërë këngë fëmijëve të tu. Domethënë jo, Gajas edhe Ivit. Po tani do i bëjmë dhe Brelit. Po, Brelit. Do i bëjmë edhe Brelit. Gjithsesi, ke bërë një këngë kur ishe Shazan me Brelin, kam përshtypjen. Po, nuk ka qenë nuk ka qenë për të, po, e drejtë. Po ka qenë një këngë që ke bërë, ke qenë Shazan. E di pse doli kënga ashtu? Po. Unë deri në momentin që linda, kishte ngel fiksim. Domethënë nuk duhet ta merrshim vesh, unë isha në pandemi, ma morën vesh një muaj përpara. Si ishte kjo punë, valla? E tani s'ma morën vesh fare me Brelin. Dhe gjatë kohës isha Shazan, e ruajta si një kujtim që bëra një këngë me Brelin, me Gajan kisha qenë në festivale, edhe pse s'duke i barku. Po gjithsesi ishit të dyja, po. Po ishim bashkë. E doja edhe një eksperiencë tash me Brelin. Edhe thash, okay, tjetë edhe si një dhuratë për mungesën time këtë vit, edhe tjetë edhe për vitin tjetër që do risçunin. Dhe ke qenë rezervuar në fakt edhe në tregimin e imazhit të tyre. Po. Me Gajan, edhe pse bëre klipin sërish e ruajtë shumë. Edhe vazhdon ta ruash. Për shumë arsye. Mbi gjitha një për ta respektuar si individ, sepse nuk e di nëse do donte të zgjidhte, të dilte apo mos të dilte në ekran, publik. Nga ana tjetër unë e di se sa i kem kaluar mbi vete të kuptoj që
komente, gjëra, pak kënaqësira, nuk do doja kurse si të silja vetes time, të silja në shtëpi, aty në atë vendin tim të shenjtë, të silja siklete për gjëra që nuk do thuash ti mund mos i japësh rëndësi, pa diskutim. Por kur vjen puna te fëmia tash gjithmonë do ketë rëndësi, do të preke. Do të preke. Se vetes ja ke marrë dorën, ke fituar një imuniteti, ke vetbesimin. Po kur vjen puna te ata nuk e përballon dot. Nga ana tjetër, në botën teknologjike që po jetojmë ne, shumë imazhe fëmijësh po keq përdoren. Dhe është edhe një lloj forme për ta mbrojtur, për t'i mbrojtur të dy, për të mos i bërë, kjo do të thënë që unë nuk i kam kuptoj. Me kuriza, po për të qenë prezent aty me mua, po se edhe unë kam kënaqësinë për të ndarë një pjesë të përditshmërisë time. Edhe gëzimin tënd në fund të ditës. Pikërisht. Por që kur i vë në peshore, them ndonjëherë sa më pak të ta din lumturinë, aq më pak do kem fuqi për të ta prishur. Në ditëlindjen e fundit të Gajës, ti ke bërë një shkrim që thoje kjo thonë që kur ti bën 4 vjeç, i takon më shumë botës se sa shtëpisë. Ua, vërtet e paske, po ka komi. Po ka që 15 korrik. Tani më na vjen tjetri. Po. Ç'ai bësh ti gocës mi për 4 vjetor, ha? Mendoj që nuk do i bëj gjë. Se do i përkasin më shumë botës, më duket. Ne kemi 5 tani, si vjet. Po, e keni të madhe 5 vjetorin. E ke, për t'i bërë qefi, jo për. Patjetër. Çfarë nuk kupton me të? Edhe si e ke ndjerë ti atë mesazh që e ke shkruar? Gaja që prej fillimit ka qenë, ta them të ndar, jo se kam pa kur, është pjesë e imja. Dhe sa herë shija që çdo ditë kalonte dhe ajo fitonte pak pavarësi, nuk ishte nevojë më për mamin ta çonte në tualet apo të bënte gjërat që ajo ishin të qëndësishme për të t'i bënte me mua. Dhe sa vjen kjo faza dhe shkon bën 4, ti kupton që dal nga dal humbe atë vajzën, atë beben tënde. Dhe nga ana tjetër, fakti që mu shoqërua dhe me një bebe tjetër, për mua ishte dy shumë më e papërballueshme në shokuese. Papërballueshme është ndoshta shumë e madhe për ta thënë se ka shumë gjëra të papërballueshme në jetë. Po shokuese ndonjëherë është që është prit njerëz, se urrit. Po, është vërtet shokuese. Po, është shokuese. Se ti nuk e beson, se ti jeton me të përdit, 24/7 dhe një ditë të bukur ajo urrit. Ti e sheh që ajo kre flokët dhe bën si një vajzë, një zonjushe vogël. Që ajo krijon raportet dhe marrëdhëniet e saj personale me njerëz të tjerë pa nevojën e mamit. Dhe kjo është një triumf. Është një triumf. Është një privilegj që ta shikosh, të kesh mundësinë ta shijosh, po nga ana tjetër kuptohet që zemra zgjedh bëhet edhe nostalgjike, sepse e di që nuk do t'i përjetojmë nuk edhe do njerë kthehen më ato momente, po. Por të mendosh që gjatë gjithë këtyre viteve ti lufton pikërisht për këtë moment. Eksakt. Që ajo ti përkasi vetes së saj në raport me të tjerët. Të mos jetë më mbrapa fustanit të madh, si më thënë. Ti ja ke dalë më së miri ta shijosh këtë gjë. Orla, sepse ti vendose të shkëputesh nga gjithçka dhe për t'ju përkushtuar. E vërtet, edhe kam humbur ditë. Jo kam humbur, mundsi po. Ky ka qenë vendimi yt ekskluziv. Pa më të voglin dyshim, pikërisht për këtë gjë. Se kjo fëmijëria që ikën sa hapen mbyll syt, që ka nevojë për atë prezencën e mamit, që duhet mamit, ma ti them, o Zot, pse nuk bëhet leja e lindjes më shumë, që të gjitha mamat të kenë mundësinë ta shijojnë, sepse kuptohet që unë flas nga kushte të favorshme që më kanë krijuar mundësinë që ta shijoj këtë pjesë, këtë dëshirë time. Por do ishte e super nevojshme për maman, për fëmijën, që të ketë luksin, të kenë më të rëndësishme, të kenë njëri tjetrin.
Por je ndjerë gjykuar ti gjatë këtyre 5 vjetëve, Olta, që vendoset të qëndrosh me fëmijë? Po. E habitshme, ë? Po. Do me thënë, sikur nuk jam në nivelin e një mamaje që I bën të gjitha. I bën të gjitha, po nuk besoj se nënat I bëjnë të gjitha sepse duan t'i bëjnë të gjitha. E vërtet është kjo. I bëjnë sepse ndoshta edhe shoqëria ja kërkon. Duhet. Po. Ja kërkon sepse I vije gjithmonë një peshë, një barë, siç kanë bërë të tjerë do ta bësh dhe ti. Edhe kapin veten në atë ciklin dhe humbasin gjërat më të rëndësishme. Pikërisht. Pse brel? Brelja ka vënë gjyshi babi I Ivit. Unë kam dash që t'ja vinte që Gajës. Po me Gajën më ndodhi, ishte shumë e çuditshme që në momentin e parë që e lexova si emër, nuk kupton perëndeshën e tokës, shumë e lidhur me natyrën unë, doja një emër që t'ishte sa femëror, po t'ishte dhe potent, t'ishte dhe I fuqishëm, edhe mu miksuan të gjitha dëshirat në atë emër. Mund të kem qenë 3-4, maksimumi 5, kisha vazhduar t'i thrisja unë, edhe baba Shezo, se kështu I themi ne, u vu në pozitë, që në momentin e parë, ditën që ne morëm vesh që ishte bëm pra gender reveal-in, brenda në shtëpi, tham, tani përgatitu se do t'i gjesh emrin. E veshëm me përgjegjësi, se ai merr gjërat me shumë rëndësi, për më tepër për t'i vënë emrin në shtëpi se historisë që mund të ketë në fëmia. Dhe aq na u përshtat, kam qenë gjithmonë në kërkim të emrave I lirë, dhe Brel është një emër I lirë. Edhe një pyetje tjetër, ai Stafani, a çon film deri në fund? Tani? Po. Asgjë deri në fund. I këndon fëmijëve? I këndoj. I këndoj. Tani I këndoj dhe këngën vetë Brelit. Po. Më ndodhi kënga e Brelit është me Gajën kam bërë tekstin, edhe me këngën e Ivit kam bërë tekstin, në bashkëpunim edhe me kompozitorët. Po, të Brelit, muzik, tekst vetë. Po, bukur është duke ndru Pelena, duke këndu, ore thash, hajta regjistroj njerë me telefon, edhe kështu doli. Është që doli vetë, po. Edhe për 1 vjetorin, do t'ja bëj. Do jetë dhurata e ti. Moj Orinda shumë ekskluzivitetet dhe shumë ty. Po prandaj ti s'del kurrë. Por dua të prek edhe një gjë tjetër të fundit me këtë që ti s'del kurrë. Gjendjen tënde emocionale postpartum. Okej. Si të kanë ndikuar në të dyja herët dhe sa ndryshe kanë qenë? Me Gajan, nga që shijova shtazzanin, isha përgatitur që nga princesha mbi bizele që isha vetë. Okej. Do ishte Gaja. Po, pa diskutim fare. Dhe thash, deri 1 vjeç e gjysëm, nuk e kam ndjer lodhjen absolutisht fare. Tani me Brelin, fakti që ndodhen situata shëndetësore, kuptohet që edhe unë aty mund ma këtë dhënë qik. Edhe të them të vërtetën, këtë vit jam lodhur. Jam lodhur. E thënë nga një njeri që nuk I pëlqen të ankohet. Po e di që njeriu ka nevojë edhe ta pranoj që po lodhet. Dhe sepse është normale edhe të lodhet. Edhe të gjej një njeri që ta kuptojë më motor që po lodhet. Edhe nesër të filloj nga e para. Të filloj nga e para, se tash nuk po bëjmë vetëm ne, të gjithë jemi në të njëjtën vorbull, njëri më pak, tjetri më shumë, po uroj që me Zotin përpara, e ke ka përcyer, besoj, si situatë. Po, le të themi që shikoj, nuk kam pasur probleme me depresion, se depresionin e kam kaluar shumë më përpara se të bëhesha mama. Si natyrë shumë e ndjeshme, e njoh, po. Kanë qenë edhe periudhat e errta në rini, në të 20-tat e mia që kupton duhet gjesh veten në shumë aspekte. Por tani janë më shumë mungesë që ti nuk e kohën. Lodhja pra. Nuk e kohën për veten. Kjo është. Të bësh ato gjërat që ty të bëjnë të ndjesh më mirë. Por ngadal, me sistemimin, që ja merr dorën ngadal, besoj që çdo gjë do bëhet në normalitet. Olta, faleminderit që ishe në mam. Hra. E shijova shumë. Edhe unë sa kam folë o Zot.